Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për aktualitetin politik. Me ne është bashkuar kreu i Partisë Demokristjane, zotin Arnë Doka. Zotin Doka, shumë faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi, faleminderit ju. Shumë zhvillime së fundmi si në kampin demokratik, po ashtu edhe në qeveri, referohemi kësaj të parës, duke qenë se ka ndodhur disa ndryshime brenda Partisë Demokratike. Ju keni qenë dikur pjesë e saj edhe në koalicion. Si e shikoni ndryshimet që kanë ndodhur në Këshillin Kombëtar me numrit 2 me nënkretarët e rinj? Zoti Berisha tha që është ekipi më i mirë i këtyre viteve në Partinë Demokratike. Si e komentoni? Të them të drejtën, prita një lloj reformimi tek Partia Demokratike. Pra, jo vetëm me emra të ri, që kjo ishte domosdoshme, por edhe me një lloj mentaliteti tjetër, me një hapje, me një ndryshim fundit edhe të leadershipit në tërësi. Për te zoti Berisha, tashme cili e ka zonat vend dhe si duket e ka të përjetshëm, por të paktën pjesa tjetër e leadershipit ishte në të mirë të opozicës dhe të vetë Partisë Demokratike që kishte një qasje tjetër, një hapje me potenciale është shumë e rëndësishme për partinë më të madhe të opozicës që të heqin dorë nga disa emra për te i kontributit tyre politik që kanë. Unë nuk do të gjykoja që ato të përjashtoshin nga politika apo të largoheshin prej saj, por të paktën te pjesa e leadershipit prisja një qasje këtë tjetër, pra me disa emra madje mendoja surprizë që Partia Demokratike të shikonte edhe nga diaspora, edhe nga personazhe që kanë bërë karrierë profesionale dhe politike edhe jashtë Shqipërisë. Por kjo nuk ndodhi. Partia Demokratike tashmë është kthyer në atë bunkerin e vet politik, si duket janë edhe çokat e fundit që zoti Berisha bëri në një farë mënyrë që akoma s'ka dalë nga traumat që përballja me Ramën, përballja me Nëngratën, përballja me Lulzim Braven, siç e quajti ai. Pra, këto janë edhe rrjedhoi, edhe një lloj kurthit, mund të them, ndoshta edhe tek fjala për një lloj vazhdimësie. Kështu që në këtë sens unë them që Partia Demokratike ka humbur të paktën fizionominë e saj, për qenë ajo shpresa, për qenë një alternative e besueshme, pra si tjetë ajo zëdhënësja fundit edhe këtij zërit opozitar që po dëgjohet tashme në Shqipëri. A ka humbur besimin dhe tek aleatët, një ndër ta edhe ju? Pa diskutim që ka një tronditje jo për pjesën e leadershipit, që kjo nuk nikon tek ne, për faktin që s'ka lidhje drejt për drejt, por tek marrëdhënia. Po diskutojmë që Partia Demokratike nuk ka marrëdhënie të sinqerta, nuk ka marrëdhënie institucionale me aleatët, dhe kjo është një minus shumë i madh për te, megjithëse unë i kam bërë disa herë publike edhe kritikat e mia, vërejtjet e mia për propozimet, agoninë e opozicës që po tregohet në raport me edhe me mazhorancën, por edhe me qytetarët, në fundit opozita i takon që kërkojnë standarde në politik, pra të vendosin standarde demokratike dhe jo të shohin pjesën e komfortit të saj politik, duke bërë shpeshherë pazare edhe me Partinë Socialiste dhe me zotin Rama, si për reformën zgjedhore, ashtu dhe për reformën territoriale. Unë i shoh, i ndjej, i kuptoj, që nuk është hera parë që e bëjnë këtë lojë, bëjnë sikur gjoja po kësa fyten në një kohë që kanë ra dakord në parim që të damtojnë pluralizmin, pengojnë forcat e reja politike që të përfasohen dhe thesin përpara, dhe kjo është një skemë dhe një lojë e pis të sparit tek Partia Demokratike, si partia më e madhe e opozicës, pra një parti që nuk kërkon standarde për vendin, që nuk kërkon standarde demokratike dhe plurale, por përpiqet që ta mbyllin sistemin bipolar, kuptohet, duke pas peshën dy parti politike të cilat
për fatin e keq se dhe ato nuk janë asnjëri prej tyre demokratike, pra nuk kanë demokraci të brendshme as Partia Socialiste, as Partia Demokratike në pjesën esenciale të tyre, si në pjesën e leadershipit, të zgjedhjes, në pjesën programore dhe të alternativave. Zotin Doke, ju thoni që ata kërkojnë që të jenë bipolare në këtë sistem, por pse Partia Demokratike do që të dëmtojnë në një farë forme partitë e vogla, duke qenë se një pjesë e madhe tyre janë aleat me Partinë Demokratike? Kjo është interesi i saj politik. Madje ne kam thënë haptas zotit Berisha, qartësit edhe në mënyrë publike, që mund të thojnë interesat e veta politike edhe në raport me ne. Por Partia Demokratike bën strusin, pra bën gjoja sikur është pro një kaze, bën gjoja sikur është për ndryshimin e sistemit dhe një kohë nëpërmjet marrëveshjeve të fsheta ka një produkt, gjithmonë një produkt tjetër që e ka zënë në fillin që në 2008-ën, pra akoma sistemi 2008 është problemi i gjitha problemeve që kanë ndodhur në Shqipëri në këto vite. Pra është deformimi i votës, deformimi i përfaqësimit, vjedhja e votës, cilësimi i saj, pikërisht për aty ndryshimit të sistemit. Dhe këto thonë ai votën zgjedhjet. Jo, zgjedhjet i humbin to. Për faktin që kanë një sistem dëshkues për të djathtën, është një sistem antikushtetues, është një sistem që deformon votën, deformon përfaqësimin e votës së qytetarëve shqiptar dhe dëmton pluralizmin. I pengon edhe forcat politike të reja dalin. Patëm në një forcë politike mori 100.000 vota, që në bazë për llogaritjes së mandateve i bie që të ketë 10 deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe ka vetëm një të tillë. Pra këto janë mekanizmat pengues që këto i kanë bërë me ligj. Pra këto e vjedhin votën me ligj për partitë e tjera, pastaj ka safyte njëra me tjetrën se kush kontrollojnë më shumë territor dhe vota. Pra, duke parë në këtë sens Partia Demokratike është treguar gjithmonë liçare, madje është përpjekur që edhe fajin të kalojnë të alatët edhe për disfatet e veta elektorale, kjo ka qenë akoma me turpshme. Zotin Doke, ju referuat të 2008-s ku ndodhen ndryshimet kushtetuese për sistemin zgjedhor. Në 2017 po ashtu kishte një marrëveshje mes zotit Basha atëherë dhe zotit Rama për të asimiluar në një farë forme atë që gjithmonë kishte qenë kingmakeri LSI-ja dikursh me Partia e Lirisë sot, po në 2008 dhe në vazhdim mendoni që ka pasur një marrëveshje të pashkruar dhe ishte krijuar një ide në publik që partia kryesore politike do qeveriste 2 mandate, pra bëj rotacioni pas çdo 2 mandatesh? Pa diskutim që Rama ka luajtur me këtë tezë, i ka mashtruar më tepër, Bashën të paktën e ka pas si një literar rezervë, por për fatin e keq kjo po ndodhur me Berishën, që kanë prish një çast tjetër, paktën me zotin Berisha.